Ftomira atmosferike. Faleminderit Mira për krejtë informacionet që na dhe sa i përket motit, ndërsa ta ne rrjedhën e emisionit të dashur miq, po e vazhdojmë me kronikën mbi punën e jashtëzakonshme të Besart Gashit. Rekordmend botror i cili po jetëson figurat e shuara kombëtare në forma të ndryshme përmes artit. Këtë herë përmes qëndisës apo tufting, na sjell emblemën e UÇK-s dhe figurën e Adem Jasharit. Të gjithë punojnë për të ardhmen, ndërsa unë punoj për të kaluarën e ndritur të kombit shqiptar. Kjo është një thënie që pasqyron qartë angazhimin dhe pasionin e Besart Gashit për të ruajtur dhe promovuar vlerat e historisë dhe trashëgimisë shqiptare. Ai është një artist që përdor artin si mjet për të shprehur patriotizmin dhe për të nderuar heronjtë e kombit. Si artist, ai përpiqet të lidhë trashëgimin kombëtare me artin modern, duke përfshirë elemente të teknologjisë për të ruajtur kujtimin për dëshmorët dhe ngjarjet historike. Përmes punimeve të tij, ai nderon ata që dhanë jetën për lirinë e kombit, duke përdorur mundësinë që ofron arti për të përquar mesazhe patriotike. Ai është gjithashtu i angazhuar në përdorimin e teknologjisë dhe QR kodit për të digitalizuar varrezat e dëshmorëve, duke bërë këtë histori më të kapshme për brezat e rinj. Jemi këtu pranë 3 heronjeve të fshatit tim, Azem Kastrati, Gani Kastrati dhe Isni Murseli. Arsye pse me bo këtë intervistë këtu është që falë gjaku tyne dhe bashkëluftëtarëve tyne na sot e gëzojmë lirinë dhe festojmë edhe tash në prag që jena 85 të ushtrisë shkrimtarët Kosovës. Po bon 9 vite që mirëna vetëm me figura, domethënë me figura ndryshme të kombit shqiptar, me dëshmor, punoj vetëm për këtë kategori. Jam i lumtur edhe ndihna krenar që kam mundësi artin tim edhe atë ndjenjen time shpirtërore ta shpreh me art. Kështu që javë kena bërë që këtyne burra t'i nderojmë, t'i kujtojmë, e unë e kom zgjedhur përmes artit. Kështu që ndina krenar është një ndjenjë shumë e mirë, shumë e veçantë, edhe sidomos të ban mundi që je njeri që e don të mirën e vendit edhe se harron të kaluarën e kombit shqiptar. Por rrugtimin e botën e artit qysh fëmijë kom pas talent, po për që kam kaq shumë talent nuk e kom ditë as vetë. Kështu që fillova me një portret për komandantin legjendar Adem Jashari, Facebook-i, rrjetet sociale, edhe porësia domethënë më kanë bë këtu që jam. Në vitin e kaluar kom filluar me këtë projekt, është projekti digitalizimi i dëshmorëve, i varrezave dëshmorëve. Domethënë çdo varr dëshmori kam u vendos ka një QR kodi, është i gavruar në inox. Është materiali që i qëndron domethënë kohës. Është rezistues ndaj kushteve atmosferike. E kom pat nevojshme sepse asnjë varr dëshmori nuk e kanë vetëm një fotografi. Kështu që brezat e ri ta mësojnë se po ku vetëm fytyrën e atij dëshmori kush përshon atë varr. Po unë e kom zgjeruar projektin, unë jam të shënuar edhe biografinë e dëshmorit, kështu që kom arrit deri tash 2 komplekse memoriale me përfundu, jam në proces të punës edhe në Kaçanik, kompleksin Kaçanik. Kështu që është mirë, është duke u dash, duke u adhuruar nga populli. Unë kam një ekip, cilën i falenderoj përmes ekraneve televizive. E kam një ekip që mirë me këto gjona. Unë biografia ti të bëjnë nga familjar, nga bashkëluftëtarët e dëshmorëve, kurse pjesën tjetër mirën ekipi adekuat që kanë zësillin punën e vet. Kështu që i falenderoj, jena të bëni punë të madhe, edhe pse tash për momentin nuk janë të ja ditë vlerën. Ja din vlerën familjarët e dëshmorëve, cilët i falenderoj gjithë, me çka kam bashkëpunu deri më sot me 2 komplekse, janë shumë bashkëpunus, janë njerëz që munduan me dho gjithçka, veç me ecë me këtë projekt. Kështu që don punë, sfidë, po është një punë që i vynu Kosovës, i mungon Kosovës. Tash 25 vjet i ka mungu, sepse brezat e ri shumë ma lehtë e kanë tash me kuptu çdo biografi ose me lexu për çdo dëshmor. E kanë shumë ma lehtë sepse çdo kompleks që shkon me një skanim telefonit edhe i shfaqet biografia. Është kënaqësi. Besarti gjithashtu përdor teknikën e tuftingut për të krijuar vepra që bashkojnë artin modern me mesazhe patriotike dhe historike. Ky proces i lejon atij të krijojë tekstura të pasura dhe detaje të veçanta, duke shprehur dashurinë për identitetin shqiptar dhe kujtimin e heronjve të kombit.
Puna e tij ka për qëllim të ruaj dhe nderoj historinë, duke sjell atë në një formë moderne. Së fundmi kom filluar me një art më të veçantë në vendin tonë. Gjithmonë mendoj me sjell risi të artit në Kosovë, pse jo edhe në trojet shqiptare. Jam duke filluar, edhe kom filluar me punime të artit tufting, i thirrur tufting. Është një lloj arti shumë i veçantë. Bëhet me qëndisje, makinën e kom siguru nga shtetet e perëndimit, kështu që edhe materiali nga shtetet e perëndimit vjen. Është një lloj arti që shumë po pëlqen në Kosovë. Mirë, kom filluar me 2 punime deri tash. Kështu që mirë është të shku, jam i kënaqur që po sjell risin vendin tonë. Asnjë material, as paint ose vunica qysh me quajt, as vetë nuk e di, nuk ka në Kosovë. Edhe baza e parë nuk është në Kosovë. Krejt duhet me porosit prej shtetit turk. Kështu që është sfidë, po bëhet një punë e përjetshme. Bëhet një punë për ambientet të brendshme, sidomos është shumë punë kreative edhe shumë punë e pëlqyer. Për që 2 punime i kom realizuar deri më sot, po janë shumë kërkesat e mëdha për më punë. Sfida kryesore gjatë rrugëtimit të tij artistik ishte mungesa e mbështetjes, një pengesë që e ka shoqëruar gjatë gjithë kohës. Megjithatë, përkushtimi dhe pasioni për artin e tij e ka ndihmuar të tej kaloj këtë vështirësi dhe të vazhdojë përpara, duke i mbajtur të gjalla vlerat patriotike përmes veprave të tij. Një moment kulminant në karrierën e Besartit ka qenë arritja e rekordit të Guinness, një arritje që ka marrë vëmendjen ndërkombëtare dhe ka ndihmuar në forcimin e imazhit të tij si artist. Ky rekord nuk ka pasur vetëm një rëndësi personale, por edhe një mesazh të fuqishëm për kombin shqiptar, duke treguar se arti mund të ketë ndikim të madh në shoqëri dhe kulturë. Pjesa sfiduese është që s'kam përkrahje për shtetin, domethënë sfidon që nuk t'jep shteti vullnet, s'motivon me ecë përpara. Kjo është sfidusja. Sfidusja ka çdo punë që ta bësh, domethënë që mirret me përkushtim ajo më bën, jo veç shkeleshko. Çdo punë imja don përkushtim, don mund, don sfidë. Po ja kaloj sepse krejt i bëj me vullnet. Deri tash kam mia punime për dëshmor. Edhe çdo dëshmor domethënë don përkushtim po. Sepse nuk bëhen punimet për një dëshmor vish ta punoj. Unë e dhom maksimumin që me dalë sa ma mirë, sa ma korrekt, edhe më pëlqy për njerëz. Ka derë Zotit që jam edhe në librin e rekordeve Guinness, edhe jam krenar për arsye se kom shti një hero, një artist, si që ishte heroje Agem Ramadani Katana. Për mua është ndjenja ma e papërshkrueshme edhe nina krenar me atë punë që e kom bë. Sepse vetëm Kosovë t'i shka vepra ma e madhe, isha një krenar, ja krejt botën. Edhe është krenari për mund që ende e maja të rekord botëror. Është mozaike imazhi më i madh, me një figur me kopset metalit. Kështu që deshti fati edhe me punë, me angazhim, hyra në librin e rekordeve Guinness. Dhe ende jam duhe majt atë rekord, për mua është krenari, sepse një hero kombëtar, si që është Agimi, është në librin e rekordeve Guinness. Aja nuk është vetëm Agimi, po janë krejt ushtria shërmtare e Kosovës. Kisha kërku për rinis që më shumë të bëjnë vizit në për këto vene ku ka kësi burra, si këta 3 që janë mbrapa, neve, sepse pa gjakun në tyre, ata sot s'ishin as lirë, as kishin mujt me festu. Edhe nga prind kisha kërku që t'ju flasin më shumë fëmijëve të vetë qysh ka ardhur liria. Aja njëherë ka qenë edhe do të mbetet gjithmonë e artë për neve, do të mbetet e shenjtë, sepse pa luftën e ushtrisë shërmtare të Kosovës, as unë, as ti nuk ishëm sot qytet, duke bën këtë intervistë, kështu që gjithmonë do të më falenderoj atyne. Brezat e ri do të më kuptu se qysh erdhi liria. Edhe me punu sa më shumë për vendin tonë, ta ngrisim përpara, të ecim përpara me projektet noja, me njerëz që